Aldo ka folur pak rreth ndarjes me ish partneren, përse janë ndarë, dhe tha se atyre nuk përjetëste më muhabeti, po ziheshin dhe nuk përgjenin më mënyrën e komunikimit. Ndodhi një sherrë i madh dhe pastaj ata vendosën që për të mirën e vajzës së tyre do ishte më mirë të linin një miqësi. E falenderoi shumë ish partnerin e tij që ka folur me superlativa për Aldo dhe tha se edhe ai do të bënte të njëjtën gjë për të. Mirë, ata të dy deri këtu duket se kanë mbajtur goxha raport të mirë. Kanë folur shumë mirë për njëri tjetrin, si Aldo brenda shtëpisë, si ish partneria e tij duke mbështetur Aldon jashtë shtëpisë. Duket se janë prindër të mirë, i folur nëse ky divorci mes tyre e ndikonte tek vajza apo jo. Aldo është shprehur që deri tani mendoj se jo, sepse ne kemi qenë të dy mjaftueshëm prezent në jetën e saj. Jetën e vajzës së saj. Me thënë të drejtën, mua kjo më duket një çift model për çështjen e divorcit dhe pastaj prindërimin me fëmijën.